Saktësisht në orën 10:27, ish-ndihmë sekretari në Departamentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Rubin ka përfunduar dëshminë në gjykatën speciale në procesin ndaj Thaçit e të tjerëve. Edhe në ditën e tretë, ashtu si në 2 ditët paraprake, James Rubin insistoi se ushtria qeverimtare e Kosovës nuk kishte një strukturë të mirë organizuar siç kishin ushtritë e tjera të rregullta. Dhe nga ato që kam parë unë, asnjëherë nuk më çoi të mendoja që ekzistonin struktura të tilla. Mund të kem parë gjëra për UÇK-n që mund të diskutoj, por mund t'ju them që s'kam parë asgjë që përshkruan batalione, brigada, njësi. Në orën e 16 të dëshmisë, James Rubin u pyet edhe sa i përket komunikatave të lëshuara nga ushtria qeverimtare e Kosovës. Për këtë çështje, Rubin tha se më shumë ishte një tentim i ushtrisë për të dukur sa më serioze. Kam lexuar shpesh komunikata, por i kam konsideruar më shumë një përpjekje për ta bërë UÇK-n më të rëndësishme nga ç'ishte në realitet. Për mua nuk ishin asgjë përveç se manipulime. Në vazhdim, një antar i trupit gjykues e pyeti 65 vjeçarin se i përket një termi të përdorur nga Madeleine Albright drejtuar Hashim Thaçit si lider i ushtrisë qeverimtare të Kosovës. Në përgjigje ndaj kësaj pyetje, Rubin e përmirësoi gjykatësin madje. Ajo ka zgjedhur me shumë kujdes fjalët e saj. Ajo nuk tha lideri, po tha një prej liderave. Dhe ka një dallim të madh këtu. Kur thua lideri, është në njëjës. Por lider në këtë kontekst, ajo e krahasoi me Jerry Adams, dhe ky është një krahasim shumë i rëndësishëm. Lideri i një grupi që urojmë të udhëhiqte kombin e tij drejt rrugës së lirisë, një drejtues, një udhëheqës. Me që më pyetët për shprehjen dhe ju thatë lideri, unë po ju korrigjoj. Meqense prokurori nuk kishte pyetje për James Rubin, pas ju përgjigj pyetjeve të avokatit të Hashim Thaçit Mishetiq, amerikani edhe e përfundoi dëshminë në gjykatën speciale. Dëshiroj të them që ka qenë privilegj për mua të jem këtu. Pavarësisht që zgjati pak si shumë, është një kënaqësi e madhe për mua dhe është një përdorim shumë i rëndësishëm i kohës time. Kur doli pikërisht nga kjo derë, nga objekti i gjykatës speciale, Rubin u prit nga një përqafim i ngrohtë. Më pastaj njëjti u nis drejt aeroportit të Amsterdamit.